Në 10-vjetorin e tretë të shekullit të 20, kur arkivat e vjetra të Vjenës filluan të hapen për studiuesit, një grup historianësh zbuloi diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në thellësinë e Haus-Hof Staatsarchiv, në dosje të vullosura me vulën e kuqe të Ministrisë së Jashtme Austro-Hungareze, gjenden letra bankare të nënshkruara nga Leopold Berchtold, ish ministri i jashtëm i Perandorisë. Këto dokumente tregojnë për transferta të rregullta parash drejt një qeverie që zyrtarisht konsiderohej sovrane dhe e pavarur. Shumat ishin të koduara në shifrën austro-hungareze të vitit 1913 dhe secila transfert shoqërohej me një shënim të shkruar dorazi për mbajtjen e rendit në territorin nën mbrojtje. Por çfarë ishte ajo qeveri? Dhe pse Perandoria pagonte për ekzistencën e saj javë pas jave, muaj pas muaji, ndërsa në Londër fuqitë e mëdha shpallnin se Shqipëria është një shtet i lirë? Më e çuditshme akoma, pse këto dokumente u fshehen për gati një shekull? Kush kishte interes që e vërteta për paratë që mbajtën flamurin shqiptar në këmbë të mos dilte kurrë në dritë? Këto janë pyetjet që sot, për herë të parë, do të marrin përgjigje. Sepse prapa çdo flamuri të ngritur mbi muret e Vlorës në dhjetor të vitit 1912 qëndronin letra bankare, telegrame sekrete dhe premtime që asnjë shqiptar nuk i dëgjoi kurrë. 19 dhjetor i vitit 1912. Ismail Qemali ngritet para delegatëve të mbledhur në Vlorë dhe shpall pavarësinë. Flamuri me shqiponjen dy krenare valvitet mbi ndërtesën e qeverisë së re. Popullsia feston. Por në atë moment, në Vjenë, një diplomat austro-hungares po përgatitin një raport sekret për ministrin Berchtold, ku shkruhet kjo fjali që nuk u bë kurrë publike: qeveria e Vlorës nuk zotëron asnjë monedhë të vetën, asnjë ushtri të aftë, asnjë administrat që mund të mblidh taksa. Pa ndihmën tonë financiare të drejtë për drejtë, ajo do të shpërbëhet brenda 3 javësh. Ky është dokumenti që rrëzon mitin e pavarësisë së plotë. Ky është dokumenti që tregon se Shqipëria e vitit 1913 nuk ishte një shtet sovran, por një ndërtim i brish që mbahej në këmbë me para të huaja. E megjithatë, për dekada me radhë, askush nuk foli për këtë. Historianët shqiptar shkruan për heronjtë e Vlorës, për flamurin, për guximin. Por askush nuk pyet, me çfarë parash u pagua administrata e parë? Kush paguante rrogat e ministrave? Si funksiononte një qeveri që nuk kishte asnjë bankë, asnjë monedhë kombëtare? Këto janë pyetjet që sot do t'i paraqesim përballë dokumenteve që i bëjnë ato të pazbatueshme. Sepse e vërteta nuk gjendet në fjalime dhe flamuj. E vërteta gjendet në librat e kontabilitetit dhe në valixhet që vinin nga Trieste me anijet e mbrojtura nga forcat austriake. 10 vjetorin e dytë të shekullit të 20, në Londër, në sallën madhështore të Foreign Office, mbahet ajo që historia e quan konferencën e ambasadorëve. Rreth tavolinës ulen përfaqësuesit e fuqive të mëdha: Britania, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia, Italia. Tema zyrtare është çështja shqiptare. Tema reale është diçka tjetër, si të ndahet Ballkani pa shkaktuar një luftë botërore. Si Redard Gray, ministri i jashtëm britanik, do të thotë më vonë në kujtimet e tij, ne nuk po vendosnim për të drejtat e shqiptarëve. Ne po vendosnim për ekuilibrin e fuqive në Evropë. Kjo është deklarata që shpjegon gjithçka. Kjo është deklarata që tregon se Shqipëria e vitit 1913 nuk u krijua për shqiptarët, por për interesat e të tjerëve. Dhe kjo deklarat na çon në pyetjen tjetër, edhe më të errët: nëse Shqipëria ishte vetëm një mjet i lojës së madhe gjeopolitike, atëherë çfarë premtuan ata që e përfaqësonin? Çfarë u dha Austro-Hungarisë dhe Italisë në këmbim të mbështetjes së tyre për pavarësinë shqiptare? Dokumentet e arkivave vjeneze tregojnë se në mars të vitit 1913, Leopold Berchtold dërgoi një telegram të koduar drejt ambasadorit të Perandorisë në Rom. Përmbajtja e atij telegrami u zbulua vetëm në vitin 1988, kur arkivat u çelën pjesërisht. Aty shkruhet: qeveria e Vlorës pranon të na jap koncesione ekskluzive në zonat bregdetare dhe të na lejoj kontrollin mbi doganat në këmbim të ndihmës financiare. Italia është informuar dhe dakord. Mos lejo që kjo marrëveshje të bëhet publike. Ky është dokumenti që rrëzon idenë e pavarësisë së vërtetë. Ky është dokumenti që tregon se çmimi i flamurit shqiptar u pagua me kontrollin e territorit dhe ekonomisë. Më 4 tetor të vitit 1913, në Vlorë, nënshkruhet një marrëveshje që sot e konsiderojmë si fillimin e fundit të sovranitetit ekonomik shqiptar.
kjo marrëveshje është për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, por nuk është ajo që duket. Nënshkruesit janë përfaqësues të qeverisë së Ismail Qemalit nga njëra anë dhe përfaqësues të dy grupeve bankare nga ana tjetër, Jener Bankverein nga Vjena dhe Banca Commerciale Italiana nga Milano. Sipas dokumentit, banka e re do të ketë të drejtën ekskluzive të emetimit të monedhës shqiptare dhe do të kontrollojë të gjitha doganat e vendit. Por kjo nuk është gjithçka. Në një shtojës sekrete të marrëveshjes, e cila nuk u bë publike deri në vitet 60, thuhet se banka do të ketë të drejtën të vendosë për marrëveshjet tregtare të Shqipërisë dhe do të ketë përparësi në çdo koncesion industrial që qeveria shqiptare do të japë në të ardhmen. Me fjalë të tjera, shteti shqiptar po jepte të drejtën e kontrollit mbi ekonominë e tij në duart e bankave të huaja. Por pse Ismail Qemali pranoi një marrëveshje kaq të pabarabartë? Përgjigja gjendet në letrën që ai i dërgoi Berchtold vetëm 2 javë para nënshkrimit të marrëveshjes. Në atë letër, Qemali shkruan me dëshpërim: "Qeveria ime nuk ka as para për të paguar rrogat e xhandarmerisë, as bukë për t'u dhënë popullit që po vdes nga uria. Nëse nuk marrim një hua urgjente, gjithçka do të shpërbëhet brenda 3 javësh." Kjo është letra që tregon gjendjen reale të Shqipërisë së sapo krijuar. Kjo është letra që shpjegon pse Ismail Qemali pranoi çdo kusht që i vun bankierët austro-italian. Sepse ai nuk kishte zgjedhje. Ishte ose marrëveshja e turpshme, ose shpërbërja e plotë e shtetit që sapo kishte shpallur pavarësinë. Por çfarë do të thoshte kjo për të ardhmen? Çfarë do të thoshte të jetosh në një shtet që zyrtarisht është sovran, por që në të vërtetë kontrollohet nga të huajt? Në prill të vitit 1913, ndërsa në Londër diskutohej për kufijtë e Shqipërisë, në Vlorë mbërrinte një valixhe e vogël lëkure, e mbyllur me 4 drynja metalik. Ajo valixhe u dërgua nga konsullata austro-hungareze në Trieste dhe u shoqërua me një eskort ushtarake deri në zyrat e qeverisë së përkohshme. Brenda saj kishte një shumë që sot do të ishte ekuivalente me rreth 200.000 euro, mjaft për të paguar rrogat e 3 ministrave dhe 50 xhandarmëve për një muaj. Në librin e protokollit të Ministrisë së Brendshme ekziston shënimi: marr fonde nga miku ton për nevoja urgjente administrative. Asnjë emër, asnjë detaj. Vetëm një vërtetim që parat erdhën dhe u shpërndan. Por kush ishte ai mik? Dhe pse duhej të fshet kjo ndihmë? Dokumentet që u zbuluan në arkivat e Vjenës pas vitit 1990 tregojnë se ky lloj dërgesash ndodhnin rregullisht. Çdo 3 javë, një valixhe e re mbërrinte nga Trieste. Çdo herë, shuma ishte e njëjtë, sa për të mbajtur funksionale minimumin e administratës. Çdo herë, shoqërohej me të njëjtin shënim misterios, për mbajtjen e rendit. Kjo ishte mënyra se si Shqipëria e Ismail Qemalit mbijetonte. Jo me taksave të mbledhura nga populli, sepse nuk kishte një sistem fiskal funksional. Jo me ndihmën e popullit, sepse populli vet kishte nevojë për ndihmë. Por me paratë që vinin nga Vjena dhe nga Milani, me kushtin që askush të mos dinte. Kjo ishte fytyra e vërtet e pavarësisë shqiptare, një flamur që valvitej mbi një qeveri që mbahej në këmbë me para sekrete. Dhe kjo na çon në pyetjen që askush nuk guxon ta bëj: a ishte vërtet e pavarur Shqipëria nëse ekzistenca e saj vartej plotësisht nga vendimi i 2 perandorive të huaja për të dërguar ose jo valixhen tjetër me para? Në korrik të vitit 1913, në Londër miratohet Statuti Organik i Shqipërisë. Dokumenti është i gjatë, plot me terma juridik dhe diplomatik, por thelbi i tij është i thjeshtë: Shqipëria shpallet principat sovrane, trashëgimore dhe neutrale, por nën kontrollin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Ky komision përbëhet nga përfaqësues të 6 fuqive të mëdha dhe ka pushtet të plotë mbi çështjet financiare, ushtarake dhe të sigurisë së vendit. Me fjalë të tjera, Shqipëria mund të quhet sovrane, por në realitet çdo vendim i rëndësishëm merret nga të tjerët. Por kjo nuk është gjithçka. Në shtojcën e 3 të statutit, që publikohet vetëm në versionet e plota diplomatike, thuhet se qeveria shqiptare nuk mund të marrë kredi nga shtetet të tjerë pa lejen e Komisionit Ndërkombëtar. Kjo do të thotë se edhe mundësia për të kërkuar ndihmë financiare nga burime të tjera ishte e bllokuar. Shqipëria ishte e detyruar të mbetej e varur nga ata që e kishin krijuar. Dhe kjo varësi nuk ishte vetëm financiare. Ismail Qemali e kuptoi këtë më së miri. Në një letër private drejtuar një miku të tij në Stamboll, ai shkruan: "Ne kemi pavarësinë vetëm në emër. Në të vërtetë, jemi robër të atyre që na dhan flamurin." Kjo është fjalia që përmbledh gjithçka.
Kjo është fjalia që tregon se Ismail Qemali e dinte mirë realitetin në të cilin jetonte. Por çfarë mund të bënte? Çfarë mund të bënte një njeri që kishte në duar një qeveri pa para, pa ushtri, pa administratë funksionale, ndërsa rreth tij lëviznin fuqi të mëdha që e shikonin Shqipërinë si një tabel shahu? Ai mund të luante vetëm me letrat që i dhan, të pranonte parat nga Vjena, të nënshkruante marrëveshje me Milano dhe të shpresonte se dita kur Shqipëria do të bëhej vërtet e pavarur do të vinte një ditë në të ardhmen. Por a erdhi ndonjëherë ajo ditë? Në prill të vitit 1913, ndërsa delegatët e konferencës së Londrës debatojnë për kufit e veriut të Shqipërisë, në Vlorë mbërrin një njeri që nuk e thërret askush. Emri i tij është Esad Pash Toptani, ish komandant ushtarak Osman, njeri që njihet për ambicjet e tij të pafundme dhe për aftësinë e tij për të luajtur me të gjitha palët. Ai vjen me një delegacion të vogël dhe kërkon takim me Ismail Qemalin. Takimi zgjat 3 orë. Asnjë shënim zyrtar nuk ekziston për atë që u tha brenda atyre mureve. Por disa ditë më vonë, Esad Pasha largohet nga Vlora dhe drejtohet në Durrës, ku fillimisht shpall krijimin e një strukture të re administrative, Pleqësia e Shqipërisë së Mesme. Kjo strukturë nuk njihet nga qeveria e Vlorës, por njeh nga disa fuqi të huaja. Serbia, në mënyrë të veçantë, fillon të dërgojë fonde dhe armë për Esad Pashën. Franca bën të njëjtën gjë. Në një raport që dërgohet nga agjentët francezë në Ballkan drejt Paris, shkruhet: Esad Pasha është më pragmatik dhe më i aftë për të kontrolluar rendin se sa Ismail Qemali. Duhet ta mbështesim me të gjitha mjetet. Pra, në vitin 1913, Shqipëria kishte 2 qeveri, njëra në Vlorë, e mbështetur nga Austro-Hungaria dhe Italia, tjetra në Durrës, e mbështetur nga Serbia dhe Franca. Dhe të dyja këto qeveri mbaheshin në këmbë me para të huaja. Dhe të dyja luanin një lojë të errët ku sovraniteti kombëtar ishte vetëm një maskë. Por çfarë do të thoshte kjo për popullin shqiptar? Çfarë do të thoshte të jetosh në një vend ku 2 grupe njerëzish pretendonin se të përfaqësonin, ndërsa në realitet përfaqësonin interesat e fuqive që i paguan? Kjo është tragjedia e fillimit të shekullit të 20. Shqipëria nuk ishte e lirë. Ishte një fushëbetej ku të tjerët luanin lojrat e tyre. Në telegram sekret të dërguar më 10 maj të vitit 1913 nga ambasadori austro-hungares në Rom drejt Vjenës, shkruhet: Italia kërkon garanci se Vlora do të mbetet në ndikimin ton të përbashkët. Ata kërkojnë të drejtën ekskluzive për zhvillimin e portit dhe për koncesionet pyjore në jug. Ne do t'u japim gjithçka, sepse pa Italinë nuk mund të mbajmë Shqipërinë në këmbë. Ky telegram është një dëshmi që rrëzon çdo iluzion. Ky telegram tregon se Shqipëria nuk ishte thjesht një shtet i varur financiarisht, por një territor që u ndan në zona ndikimi midis 2 fuqive imperialiste. Vlorës i caktoi roli i një baze strategjike për Italinë. Durrësit i caktoi roli i një zone tamponi midis serbëve dhe austro-hungarezëve. Shkodrës i caktoi roli i një force të balancës midis Malit të Zi dhe Austro-Hungarisë. Dhe popullsia shqiptare? Asnjë rol. Ata ishin thjesht banorët e një territori që të tjerët e ndanim. Por çfarë mendonte Ismail Qemali për këtë realitet? A e kuptonte ai se flamuri që kishte ngritur në Vlorë ishte vetëm një dekor mbi një ndërtesë që mbahej nga shtyllat e huaja? Në një letër që ai i shkroi Berchtold në qershor të vitit 1913, ai thotë: "Unë e di se çfarë them dhe çfarë premtoj në emër të popullit tim. Por çfarë mund të bëj tjetër? Nëse them jo, gjithçka shembet. Nëse them po, të paktën fitojnë kohë." Kjo është fytyra e një njeriu që e di se po bën kompromise që historia do t'i gjykojë ashpër. Por kjo është fytyra e një njeriu që beson se kompromisi është më mirë se shkatërimi i plotë. A kishte të drejtë? A ishte kjo mençuria e një diplomati të vjetër, apo ishte kapitullimi i një lideri që kishte humbur çdo shpresë për pavarësi të vërtetë? Në gusht të vitit 1913, një gazetar francez i quajtur Henri Pozzi zhvillon një investigim në Ballkan dhe publikon një artikull në Le Temps me titull: "L'Albanie n'existe pas, Shqipëria nuk ekziston." Në atë artikull, ai përshkruan vizitën e tij në Vlorë dhe intervistën me disa ministra të qeverisë së Ismail Qemalit. Ai shkruan: "Unë pyeta ministrin e brendshëm se si funksionon administrata në zonat rurale. Ai më tha se administrata nuk funksionon. Nuk kemi mjaft njerëz, nuk kemi mjaft para, nuk kemi mjaft pushtet." Më pas pyeta se si mblidhen taksat.
Ai më tha se taksat nuk mblidhen, sepse nuk kemi strukturë që t'i mbledh. Më pas pyeta se kush i paguan rrogat juve, ministrave. Ai heshti. Pastaj tha, miqtë tanë në Vjen janë bujar. Ky artikull shkaktoi skandal në Evropë. Disa gazeta franceze dhe britanike filluan të shkruanin se Shqipëria ishte një pseudoshtet, një krijim artificial që ekzistonte vetëm në harë. Por artikulli nuk tregonte gjithçka. Ai nuk tregonte se sa thellë ishte varësia financiare. Ai nuk tregonte se çdo ministër në Vlorë dinte se rrogat e tyre vinin nga Vjena dhe se nëse Vjena vendoste të ndalonte dërgesat, qeveria do të shpërbëhej brenda 2 javësh. Ai nuk tregonte se Ismail Qemali kishte takuar fshehurazi përfaqësues të bankave austro-italiane dhe kishte premtuar që Shqipëria nuk do të kërkonte asnjëherë pavarësi ekonomike të plotë. Kjo ishte e vërteta që nuk dilte në shtyp. Kjo ishte e vërteta që mbahej në dosje të vullosura. Dhe kjo është e vërteta që sot po e zbulojmë për herë të parë, duke lexuar ato dosje që dikur ishin të ndaluara. Në nëntor të vitit 1913, në Vlorë mbërrin një komision ndërkombëtar i dërguar nga Konferenca e Londrës. Qëllimi zyrtar i këtij komisioni është të vlerësojë gjendjen e administratës shqiptare dhe të propozojë masa për forcimin e qeverisë. Por qëllimi real është diçka tjetër, të kontrollojë se sa është në gjendje Ismail Qemali të menaxhojë shtetin pa ndërhyrjen e vazhdueshme të fuqive të mëdha. Komisioni mbetet 3 javë në Shqipëri. Vizitojnë Vlorën, Durrësin, Elbasanin, Berati. Flasin me njerëz të thjeshtë, me tregtar, me ushtarak. Dhe rezultati i raportit të tyre është shkatërrues. Në raportin përfundimtar, të cilin e gjetëm në arkivat britanike në vitin 2013, shkruhet: qeveria e Ismail Qemalit nuk ka asnjë kontrolle reale mbi territorin që pretendohet si Shqipëri. Nuk ka administrat funksionale, nuk ka ushtri të disiplinuar, nuk ka gjykata që punojnë, nuk ka sistem fiskal. Me fjalë të tjera, nuk ka shtet. Ajo që ekziston është një grup njerëzish që mblidhen në Vlorë dhe që quhen qeveri, por që në realitet mbështeten plotësisht në ndihmën financiare dhe ushtarake të Austro-Hungarisë dhe Italisë. Ky është dokumenti që shkatëron imazhin e Ismail Qemalit si themelues i shtetit shqiptar. Ky është dokumenti që tregon se Shqipëria e vitit 1913 nuk ishte një shtet, por vetëm një emër mbi harë. Por a duhet të fajsojmë Ismail Qemalin për këtë? A ishte ai përgjegjës për të gjithë këtë kaos? Apo ishte thjesht një njeri që u gjet në vendin e gabuar në kohën e gabuar, duke u përpjekur të ndërtojë diçka nga asgjëja, ndërsa rreth tij fuqitë e mëdha luanin lojrat e tyre? Në janar të vitit 1914, Ismail Qemali merr një telegram nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Përmbajtja është e shkurtër dhe e prerë, jeni kërkuar të jepni dorëheqjen. Princi i ri i Shqipërisë do të mbërrijë brenda 2 javësh. Autoritetet ndërkombëtare do të menaxhojnë tranzicionin. Ky telegram është fundi. Ky telegram është vërtetimi zyrtar se Ismail Qemali nuk ishte asnjëherë i lirë të qeveriste. Ai ishte thjesht një marionet e përkohshme që u përdor derisa fuqitë e mëdha vendosnin se kush do të ishte loja e tyre e ardhshme. Ismail Qemali nuk u kundërshtua. Ai firmosi letrën e dorëheqjes dhe u largua nga Vlora brenda 3 ditësh. Por përpara se të largohej, ai thiri disa nga ministrat e tij dhe u tha: "Unë bëra atë që mundja. Ju e dini se çfarë bëra. Ju e dini se çfarë premtova. Historia do të më gjykojë. Por shpresoj që një ditë njerëzit do të kuptojnë se unë nuk kisha zgjedhje." Këto janë fjalët e fundit të Ismail Qemalit si kryeministër i Shqipërisë. Këto janë fjalët që tregojnë se ai e dinte mirë se çfarë kishte bërë dhe çfarë çmimi kishte paguar. Por a e kuptoi ai vërtet se çfarë trashëgimie po linte? A e kuptoi ai se paratë që kishte marrë nga Vjena dhe nga Milano nuk ishin ndihmë, por ishin zinxhir? A e kuptoi ai se çdo marrëveshje që kishte nënshkruar ishte një copë e sovranitetit shqiptar që i jepej të tjerëve? Ka një dëshmi që nuk vjen nga sallat e mëdha të Londrës, as nga tryezat ku diplomatët vizatonin kufi me laps mbi hartë, por nga korridoret e lagështa të Vlorës, nga dhomat ku druri mbante erën e kripur të detit dhe ku nata zgjatej më shumë se zakonisht, sepse askush nuk e dinte nëse mëngjesi do të sillte bukë, rroga apo një lajm tjetër poshtërues nga jashtë. Një njeri që kishte shërbyer pranë qeverisë së përkohshme në kujtimet e ruajtura më vonë nga studiuesit përshkruan një mbrëmje kur ministrat prisnin në heshtje me qirinj që digjeshin ngadalë dhe me vështrimet e ngulura të dera, sepse nga ajo derë pritej jo një lajm politik, por shpëtimi i përkohshëm i shtetit.
Ai shkruan se fytyrat ishin të lodhura, duart mbështeteshin mbi tavolinë dhe askush nuk fliste me zë të lartë, sikur vetë muret të mund të përcjellnin frikën e tyre. Dhe pastaj, kur lajmi vinte se nga Triestia kishte nisur një tjetër dërgesë, në dhomë nuk shpërthente gëzim, por një lloj lehtësimi i turpshëm, sepse të gjithë e kuptonin çfarë do të thoshte kjo. Jo liri. Jo dinjitet. Vetëm disa javë të tjera mbi jetese. Dhe pikërisht këtu fillon tragjedia më njerëzore e Ismail Qemalit, sepse ai nuk po luftonte më vetëm me fuqitë e mëdha, por me poshtërimin e heshtur që vjen kur e di se shteti yt merr frymë me mushkëritë e dikujt tjetër. Në pamje të jashtme, ai mbetej burri i flamurit, figura e matur, plaku me fjalë të zgjedhura, diplomati që dinte të fliste me europianët në gjuhën e tyre dhe me shqiptarët në gjuhën e shpresës së tyre. Në dhomën private, megjithatë, sipas përshkrimeve të kohës dhe gjurmëve të letrave të tij, toni ndryshonte. Atje nuk kishte më retorik, por llogari. Nuk kishte më ideal, por afate. Nuk kishte më himn, por pyetjen e njëjtë që rikthehej si një trokitje e rënë në mendje. Sa ditë mund të qëndrojë në këmbë një qeveri që nuk kontrollon financat, sigurinë dhe as gjysmën e territorit të vet në kamerën e historisë ai buzëqeshte si themelues, por në vetminë e tij ai sillej si kujdestari një shtëpie që e dinte se nuk i përkiste plotësisht. Kjo është arsyeja pse dokumentet dhe dëshmitë që flasin për letrat e tij drejtuar fuqive të mëdha duhen lexuar jo vetëm si akte diplomatike, por si shenja të një njeriu të shtyr drejt një qosheje. Kur ai shkruante se populli po shuhej për bukë dhe se pa një hua urgjente gjithçka do të shpërbëhej brenda pak javësh, ai nuk po ndërtonte thjesht argumentin e një negociatori. Ai po pranonte, me një fjali që të këput frymën edhe sot, se flamuri ishte ngritur mbi një tokë ku uria ecte më shpejt se ligji. Ndërsa ai kërkonte kohë, një tregtar i vogël në Vlorë humbte mallin sepse askush nuk garantonte rrugët. Ndërsa ai negocionte me bankier, një familje në jug priste lajmin nëse djali i saj do të merrte rrogën e xhandarit apo do të kthehej pa asgjë. Ndërsa ai nënshkruante premtime për të ardhmen, njerëzit e zakonshëm jepnin sot gjithçka që kishin. Kjo është çmimi njerëzor që fshihet pas fjalës ndihmë. Nga kjo pikë, rivaliteti me Esad Pash Toptanin nuk duket më thjesht si përplasje ambiciesh, por si një çarje që i hynte shtetit të ri drejt e në palc. Njëri kërkonte mbështetje në Vjenë dhe në Rom për të mbajtur gjallë qeverinë e Vlorës. Tjetri, sipas versionit të fortë historik, mbështetej nga Serbia dhe Franca për të ndërtuar një qendër tjetër force në Durrës. Dhe mes tyre nuk ndodhej vetëm një garë për pushtet, por një garë për të bindur të huajt se kush prej tyre vlente më shumë si instrument. Kjo është ndoshta pjesa më e dhimbshme e asaj kohe, sepse shqiptarët nuk po zgjidhnin më vetëm një udhëheqës, por po përjetonin ndarjen e vendit të tyre në ndikime, kredi, telegrame dhe favore. Ismail Qemali duhet ta ketë ndier shumë herët këtë shpërbërje të brendshme. Ai nisi të kuptonte se nuk mund t'u besonte më as afërsive politike, as buzëqeshjeve të ceremonialit, as deklaratave patriotike që përsëriteshin para të tjerëve. Paranoja nuk lind gjithmonë nga dobësia. Nganjëherë ajo lind nga qartësia. Kur e di se Italia dhe Austro-Hungaria jo vetëm të ndihmojnë, por edhe vëzhgojnë njëra tjetrën për çdo qindark që hyn në qeverinë tënde, kur e di se besnikëria e ministrave mund të matet me ndikimin që u premtohet, atëherë fillon të dyshosh edhe te heshtja. Edhe te vonesa e një përgjigjeje. Edhe te një derë që mbyllet shumë butë. Ai ndoshta nuk kishte luksin të thoshte me zë të lartë se ishte i rrethuar, por çdo veprim i tij tregon se po jetonte në një trysni që e kthente qeverisjen në një ecje të kujdesshme mbi një urë të kalbur. Dhe nëse kjo ishte gjendja e njeriut që mbante vulën e qeverisë, çfarë ndodhte me popullin që pritej të besonte te pavarësia formale, ndërsa shteti i tyre po mbahej gjallë me para, garanci dhe kushte që ata nuk i kishin dëgjuar kurrë? Ka edhe një tjetër shtresë të kësaj historie, më intime dhe më e qetë në tingull, por më e rëndë në kuptim, dhe ajo lidhet me vetë qytetin ku u ngrit flamuri. Vlora nuk ishte thjesht një pikë në hartë. Ajo ishte dera, qelësi, premtimi dhe pengu. Në versionin që historianët e quajnë teoria e premtimit të Vlorës, qarkullon bindja se Ismail Qemali u kishte lënë të kuptonin Italisë dhe Austro-Hungarisë se ky qytet do të shërbente si bazë ndikimi për ta, në këmbim të njohjes dhe mbrojtjes së pavarësisë së Shqipërisë. Askush nuk mund ta trajtojë këtë si fakt të mbyllur pa rezervë, por vetë këmbëngulja e Italisë për Vlorën, ndërsa pjesë të tjera të vendit mbeteshin të pambrojtura, e bën këtë dyshim të rëndë dhe kokfort. Dhe kur dyshimi përsëritet kaq gjatë në histori, ai kthehet në një pasqyrë morale, çfarë u premtua dhe në emër të kujt. Mjafton të imagjinosh hartën politike të atyre muajve.
Në Londër flitej për parime. Në teren, vlora kishte peshë jo vetëm simbolike, por detare, tregtare dhe ushtarake. Italia nuk e shite atë vetëm si qytet shqiptar, por si symbi Adriatik. Austro-Hungaria e shite si pjesë të një pengese më të gjerë kundër zgjerimit slav. Ndërsa Ismail Qemali e shite si djepin e qeverisë së vet, vendin nga ku mund të dëshmonte se Shqipëria ekzistonte ende. Të tre e shinin të njëjtin port, por asnjëri nuk shite të njëjtën të ardhme. Ky është fillimi i tragjedisë së vendeve të vogla, kur një qytet i tyre bëhet metaforë e shpresës për banorët e vet dhe një monedhë shkëmbimi për të tjerët. Në këto rrethana, marrëveshja e 4 tetorit për Bankën Kombëtare nuk ishte vetëm akt ekonomik. Ishte momenti kur pavarësia formale u lidh me fije financiare që vinin nga jashtë. Huaja prej 10 milion frangash ari, e lidhur me grupet bankare austro-italiane, nuk duhej dëgjuar në veshin e një populli të lodhur si lajmi i thjeshtë i shpëtimit. Ajo ishte ndihmë, por ndihmë me duar të veshura me doreza. Banka fitonte të drejtën ekskluzive të emetimit të monedhës dhe kontrollit të doganave. Me fjalë të tjera, vetë gjaku ekonomik i shtetit të ri kalonte nga damar të huaj. Dhe këtu pyetja bëhet më intime se politike. Çfarë ndjen një njeri kur kupton se po shpëton një shtëpi duke ia dorëzuar çelësat dikujt tjetër? Në publik, kjo paraqitej si nevojë e domosdoshme. Në privatin e bisedave, si sugjerojnë dëshmitë e kohës dhe teoritë mbi koncesionet, bëhej fjalë për pyje, miniera, peshkim, për të ardhme të dhëna paraprakisht si garanci ndaj borxheve të së tashmes. Ismail Qemali nuk ishte një aventurier i paditur. Ai e dinte shumë mirë çfarë nënkuptonte një bankë që kontrollon doganat. Ai e dinte se një shtet pa dogana dhe pa monedhë është i lirë vetëm në ceremonitë e veta. Prandaj drama e tij nuk qëndron te mungesa e dijes, por te dija pa alternativë. Ka njerëz që gabojnë sepse nuk kuptojnë. Ka edhe të tjerë që kuptojnë gjithçka dhe sërish nënshkruajnë, sepse rrëzimi do të ishte edhe më i menjëhershëm. Historia zakonisht i gjykon të dytët më ashpër. Në këtë peizazh vjen edhe çmimi i paguar nga njerëzit e thjeshtë. Ndërsa në Tryeza negociohej ardhmja e doganave, një bark peshkatarësh nuk dinte kujt t'i paguante taksën. Ndërsa diplomatët flisnin për neutralitet, një fshat priste të mësonte nëse kishte mbetur brenda kufirit apo jashtë tij. Ndërsa qeveria kërkonte hua, tregtarët e vegjël ndjenin se pasiguria po u hante ditët, sepse nuk kishte as gjykata që punonin si duhet, as një administrat që t'u garantonte pronën. Pushteti i lartë fliste për shtet. Jeta e ulët fliste për mbijetesë. Këtu qëndron hendeku që e bën këtë histori të dhimbshme edhe sot. Dhe brenda këtij hendeku, Ismail Qemali dukej sikur jetonte dy jetë të njëkohshme. Në njërin, ai ishte simboli i burrit shtetformues, i përkulur mbi dokumente, i palodhur në përpjekjen për të bindur Europën se Shqipëria duhej të mbetej në këmbë. Në tjetrën, ai ishte njeriu që kuptonte se çdo hap i tij ruhej, matej, interpretohej nga fuqitë e mëdha, nga rivalet e brendshëm dhe ndoshta edhe nga vetë bashkëpunëtorët që prisnin të kuptonin nga frynte era tjetër e interesit. Kjo është arsyeja pse në fund të asaj rruge ai nuk dukej vetëm i lodhur, por edhe i vetmuar. Sepse çfarë vlere ka autoriteti, kur të gjithë e dinë se pas teje qëndron dikush tjetër me vullën e vërtetë. Nëse vlora u bë pengu i madh i kësaj pavarësie të brish, a nuk është e drejtë të pyesim se sa nga ajo që u quajt fitore ishte në të vërtetë shtyrje e një humbjeje më të thellë? Pastaj vjen janari i vitit 1914 dhe me të jo një shpërthim dramatik, por ajo formë e ftohtë e rrëzimit që ndodh përmes telegrameve, procedurave dhe fjalëve të sakta. Komisioni ndërkombëtar i kontrollit, i ngritur mbi vendimin e 29 korrikut të vitit 1913, i kërkon Ismail Qemalit të japë dorëheqjen. Shqipëria, e shpallur sovrane, trashëgimore dhe neutrale, po i tregonte themeluesit të saj se sovraniteti ishte vetëm një mantel i hollë mbi shpatulla të huaja. Kjo nuk ishte thjesht fundi i një qeverie. Ishte çasti kur maska juridike binte dhe e vërteta administrative mbetej e zhveshur. Qeveria që ishte mbajtur me para të huaja dhe me shpresë vendese po hiqej mënjam pikërisht nga ata që e kishin lejuar të jetonte. Dorëheqja e tij, sipas kronologjisë së njohur, erdhi nën presionin e komisionit dhe intrigave të Esad Pashës. Por ka momente historike që nuk duhen parë vetëm si lëvizje mekanike pushteti. Duhet parë edhe shpirti i njeriut që nënshkruan. Të japësh dorëheqjen pas gjithë asaj përpjekjeje do të thotë të pranosh jo vetëm humbjen politike, por edhe faktin se kompromiset e tua nuk të shpëtuan nga përjashtimi.
Ti nënshkrove sepse doje të fitosh kohë. Ata të larguan sapo u bindën se koha që u duhej ishte marrë. Kjo është ndoshta goditja më e hidhur për një diplomat, të kuptoj se përvoja e tij, gjua e tij, përkuljet e tij dhe marrëveshjet e tij kanë vlerë vetëm deri në çastin kur skena ndërrohet. Këtu, pyetja nuk është më vetëm nëse Ismail Qemali u tregua naiv apo pragmatik. Pyetja është më e rëndë. A e kuptoi ai në muajt e fundit se po afrohej mbyllja? Shenjat ishin kudo. Një administrat pa forcë reale. Një rival i brendshëm i ushqyer nga jashtë. Një komision ndërkombëtar që nuk këshillonte, por urdhëronte. Një ekonomi e varur nga marrëveshje që ja hiqnin shtetit vetë aftësinë për të marrë frymë i vetëm. Në këto kushte, edhe njeriu më i përmbajtur do të fillonte të dyshonte. Edhe njeriu më i fortë do të flinte më pak. Edhe njeriu më i stërvitur në diplomaci do të ndjente se shtrati i pushtetit po i ngushtohej natë pas nate. Ka një hije personale në këtë rrëfim që shpesh humbet pas datave. Çfarë i ndodh familjes së një burri të tillë kur dera e shtëpisë së tij nuk ndahet më nga lajmet, nga ndërmjetësit, nga fytyrat që vinë me buzëqeshje dhe largohen me heshtje? Çfarë dinin të afërmit e tij për peshën që ai mbante? Çfarë kuptonin nga ndryshimi i tonit, nga mungesa e gjumit, nga heshtjet më të gjata në darë? Familjet e burrave të pushtetit shpesh nuk marrin pjesë në marrëveshje, por i paguajnë ato me ankth, me pritje, me humbjen graduale të njeriut që ulet në tavolinë dhe duket aty, por mendjen e ka ende te telegrami i fundit. Kjo është një e vërtetë e heshtur e historisë, para se të shembet pushteti, shpesh shembet qetësia e shtëpisë. Dhe ndërsa ai largohej nga qendra e vendimmarrjes, mbetej pas jo vetëm një qeveri e rrëzuar, por një model i rrezikshëm për shtetin e ri shqiptar. Një model ku të huajt vendosin kufit, kontrollojnë financat, mbikëqyrin sigurinë dhe, kur t'u duket e udhës, ndërrojnë figurat vendese. Kjo është arsyeja pse historia e Ismail Qemalit nuk duhet lexuar as si himn i thjesht, as si aktakus e verbër. Ajo është paralajmërim. Sepse nëse një shtet lind duke pranuar se nuk mund të ecë pa patericat e të tjerëve, atëherë dita kur ata ta tërheqin dorën nuk është përjashtim. Është vazhdimi logjik i marrëveshjes. Megjithatë, paradoksi i tij mbetet i pamëshirshëm. Po të mos kishte pranuar këto kompromise, ndoshta shteti do të ishte shpërbërë menjëherë. Duke i pranuar, ai e mbajti gjallë për një kohë, por i vendosi në trup plagë që do të kullojnë gjallë. Kjo nuk e bën të pafajshëm. As nuk e bën të lehtë për t'u gjykuar. E bën njerëzor. Dhe pikërisht për këtë arsye historia e tij na shqetëson ende. Sepse rrallëherë një kom përballet me pyetje më të vështirë se kjo, a shpëtohet atë duke shitur pjesë të së nesërmes së tij. Kur telegrameve u mbaron boja dhe figurat zyrtare largohen nga skena, mbetet vetëm pyetja që djeg më shumë se çdo dokument, a ia vleti ky çmim, apo pavarësia e asaj kohe ishte vetëm një frymëmarrje e shkurtër e blerë me borxhe, premtime dhe heshtje? Kështu mbyllet historia e një burri që donte të shpëtonte atë, por përfundoi duke e shpëtuar vetëm për një moment të shkurtër, një flamur të ngritur mbi një themel të huazuar, një shtet të lindur me borxhe që do të paguheshin me dekada heshtjeje. Ismail Qemali u largua nga Vlora jo si udhëheqës i mposhtur, por si njeri që kishte mësuar se historia nuk i fal ata që shpresojnë. Ajo i kupton vetëm në retrospektiv, kur gjithçka është tepër vonë për ndryshuar. Në muajin mars të vitit 1913, kur delegatët e konferencës së Londrës po ndanin Ballkanin me shpejtësinë e një thikeje mbi hartë, në një dhomë të vogël të Ministrisë së Brendshme në Vlorë ndodhte diçka që asnjë shqiptar nuk e dinte. Një arkiv me kod VL Konfidential 03 po mbyllej me 6 drynja dhe po vulosej me 2 nënshkrime. Njëra ishte e ministrit të brendshëm shqiptar, tjetra e një diplomati austro-hungares që zyrtarisht nuk ishte atje. Brenda saj ndodheshin të gjitha kopjet e marrëveshjeve të nënshkruara midis qeverisë së Ismail Qemalit dhe grupeve bankare të Vjenës dhe Milanos. Aty ishin të shkruara jo vetëm shifrat e kredive, por edhe afatet, kushtet dhe garancitë që qeveria kishte premtuar në këmbim të mbijetesës. Aty ishin edhe anekset që flisnin për koncesionet ujore në jug, për kontrollin e portit të Vlorës, për të drejtën e parë në çdo tenderim industrial që do të hapej në të ardhmen. Dokumente që, sipas planit, nuk duhej të shiheshin nga askush përveç atyre që i nënshkruanin. Por diçka ndodhi që nuk ishte planifikuar. Në ditët e para të prillit, 2 muaj më vonë, kur qeveria e Vlorës po bënte përpjekje të fundit për të mbajtur nën kontroll qytetin, një zyrtar administrativ që kishte çelësin e dytë të arkivit u largua në heshtje nga Vlora dhe mori me vete një kopje të dokumenteve.
Emri I tij nuk u regjistrua kurrë në librat zyrtar. Por ekziston një korrespondencë private midis konsullit francez në Durrës dhe Parisit ku përmendet një burim I brendshëm që ofron prova të marrave financiare me Vienën. Pse ky njeri veproi kështu mbetet mister. Por pasoja ishte e qartë, dosja filloi të qarkullonte në duart e garave nga fuqitë e mëdha. Jo publikisht. Jo me skandal. Po në heshtje, midis kabinete, midis atyre që kishin interes të dinë se çfarë kishte premtuar në të vërtetë Ismail Qemali. Kjo ishte forma më e rrezikshme e zbulimit. Kur armiqt e tu jo vetëm të vëzhgojnë, por edhe lexojnë kontratën tënde të fshehur. Çfarë mund të negociosh më pas, kur të gjithë dinë se çfarë ke shitur tashmë? Dokumentet që u rrjedhen përmes kanaleve diplomatike tregonin një version të pavarësisë që nuk u dëgjua kurrë në sheshet publike. Ndërsa në fletushkat zyrtare shkruaj për dinjitetin kombëtar, në dosjet konfidenciale lexoi për borxhet që do të paguheshin me pyje, miniera dhe port, ndërsa në ceremonit fjalët ishin për sovranitet. Në kontratat e nënshkruara fshehurazi shkruaj se doganat do të kontrollohen nga një bankë e krijuar nga të tjerët. Kjo ishte e vërteta që nuk kishte fytyrë publike. Kjo ishte e vërteta që jetonin vetëm ministrat që nuk flinin dot natën dhe diplomatët që e shihnin Shqipërinë jo si komb, por si shans biznesi. Por tani, kur këto dokumente filluan të lexoheshin edhe nga ata që zyrtarisht nuk I kishin në dorë, ecuria e ngjarjeve po ndryshonte. Sepse nuk mjaftonte më që vetëm Austria dhe Italia të dinë çfarë premtimesh kishin marrë. Tani edhe Serbia e dinte. Tani edhe Franca e dinte. Dhe secili prej tyre filloi të llogariste se si mund ta shfrytëzonte këtë informacion për qëllimet e veta. Nëse Ismail Qemali kishte premtuar Vlorën si bazë austro-italiane, atëherë Serbia kishte arsye të fortë për ta mbështetur Esad Pash Toptanin. Nëse qeveria e Vlorës kishte shitur të ardhmen ekonomike për të blerë të tashmen politike, atëherë Franca kishte arsye për të kërkuar pjesën e saj në këtë treg. Dokumentet e vjedhura nuk shkaktuan skandal në shtyp. Po shkaktuan diçka më të keqe, shkaktuan për shpejtimin e lojës. Secili aktor I madh filloi të pozicionohet më shpejt, sepse tani dinin të gjithë se Shqipëria nuk ishte më vetëm një projekt idealesh, por një tokë e ndarë paraprakisht në zona ndikimi dhe interesi. Por pyetja që askush nuk e bëri me zë të lartë ishte kjo: kush e urdhëroi vjedhjen e atyre dokumenteve? A ishte një akt spontan I një nëpunësi të zhgënjur, apo ishte një operacion I planifikuar nga dikush që kishte interes që e vërteta të dilte, por jo publikisht? Këtu hym në teren ku faktet mbarojnë dhe fillojnë hipotezat. Disa historian besojnë se vetë Austro-Hungaria lejoi humbjen e kopjeve, sepse kishte interes që rivalet të dinë se Shqipëria ishte tashmë e lidhur me Vienën dhe se çdo përpjekje për ta larguar nga ndikimi I saj do të ishte e shtrenjtë. Të tjerë besojnë se ishte një lojë e Esad Pashës për të dobësuar Ismail Qemalin duke e paraqitur si të shitur ndaj të huajve. Ka edhe një version të tretë, më të errët, se Italia vetë dëshironte që dokumentet të qarkullonin, sepse ajo donte që Franca dhe Serbia të hynin në garë për të kërkuar kompromise të njëjta, duke e kthyer Shqipërinë në një fushë më të gjerë kontestimi. Me fjalë të tjera, rrjedhja e dokumenteve mund të ishte jo gabim, por strategji. Jo tradhti, por taktik. Dhe në këtë lojë, viktima ishte gjithmonë e njëjta, shteti shqiptar që sapo po mësonte të ecte, ndërsa të tjerët po I vendosnin thesin mbi supe. Ismail Qemali kuptoi shpejt se diçka kishte ndryshuar. Në javët pas prillit, toni I takimeve diplomatike ndryshoi. Pyetjet që I vinin nga konsujt e huaj bëheshin më specifike, më të mprehta. Ata nuk pyesnin më nëse qeveria e tij kishte nevojë për ndihmë. Ata pyesnin se çfarë garancish të reja mund të jepte përveç atyre që kishte dhënë tashmë. Ata nuk flisnin më për mbështetje morale. Ata flisnin për koncesione konkrete që donin të shiheshin të shkruara në marrëveshje të reja. Ky ishte momenti kur Ismail Qemali filloi të kuptonte se kontrolli I tij mbi procesin po I shpëtonte nga duart. Ai kishte negociuar me Vienën dhe Milanon duke menduar se po siguronte vetëm mbjetesën e administratës së tij. Tani po kuptonte se ajo administrat po bëhej vetëm një pikë kalimi në një rrjet më të gjerë interesash që ndërthureshin përtej vullnetit të tij. Kjo është një nga format më të hidhura të humbjes së sovranitetit, jo kur të tjerët të pushtojnë me forcë, por kur ata fillojnë të vendosin pa pyetur më, sepse dinë se ti nuk ke se ku të shkosh. Në fund të prillit, Ismail Qemali thiri në një takim të ngushtë 3 nga ministrat e tij më besnik. Takimi u mbajt në një dhomë pa dritare në katin e dytë të godinës qeveritare.
Sipas kujtimeve që më vonë I besoi një mik të afërt njëri prej atyre 3 ministrave, Ismail Qemali ishte I zbeth, me vështrim që nuk qëndronte gjatë në një vend. Ai nuk e foli emrin e zyrtar që kishte marrë dokumentet, por tha që kishte arsye të dyshonte se dosjet konfidenciale po lexoheshin jashtë. Tha që Italia dhe Austria po silleshin ndryshe, sikur po prishnin kohë derisa të vinte çasti I duhur. Tha që Serbia po rrisit ndihmën për Esad Pashën me një shpejtësi që nuk ishte rastësi. Dhe pastaj, sipas atij kujtimi, tha diçka që I tronditi të gjithë: "Unë kam frikë se ne nuk po qeverisim më. Ne po menaxhojmë vetëm dështimin ton të ngadalshëm." Këto janë fjalët e një njeriu që e ka humbur jo vetëm kontrollin, por edhe shpresën se kontrolli mund të rikthehej. Këto janë fjalët e një udhëheqësi që nuk po dorëzohet nga dobësia, por nga qartësia. Sepse ka forma dorëzimi që vijnë nga të parit më shumë se sa duhet. Ndërsa këto lëkundje po ndodhnin në nivelin e lartë politik, popullsia e zakonshme vazhdonte të jetonte pa e kuptuar se sa afër ishte toka nën këmbët e tyre nga coptimi përfundimtar. Tregtarët pritnin të merrnin licenca, por proceset vareshin nga firma të bankave të huaja. Fshatarët pritnin të merrnin konfirmimin e pronave, por kadastri nuk funksiononte sepse nuk kishte para për të paguar topografët. Familjet pritnin rrogat e gjandarmërisë, por ato vinin me vonesë sepse transfertat nga Trieste nuk ishin të garantuara çdo javë. Jeta e përditshme po bëhej një pritje konstante për vendime që merreshin diku larg. Kjo është pjesa më e dhimbshme e një shteti të brisht, jo vetëm që nuk zotëron të ardhmen, por as nuk mund të garantoj sot. Dhe kur njerëzit e zakonshëm fillojnë ta kuptojnë këtë, besimi ndaj qeverisë nuk dobësohet. Ai zhduket. Atëherë çdo fjalim për pavarësi tingëllon bosh, sepse njerëzit nuk pyesin më për ideale. Ata pyesin për bukë, për sigurim, për një ditë nesër që të mos jetë më e keqe se e sotmja. Dhe kur qeveria nuk mund të përgjigjet atyre pyetjeve thelbësore, populli nuk të kthehet kurrizin vetëm. Ai kthehet kurrizin edhe ndaj flamurit që t'i mban ngritur. Pra, dosjet e vjedhura nuk ishin thjesht lajm administrativ. Ato ishin fillimi I fundit. Ato ishin çasti kur sekrete që mbaheshin për t'u dukur të fortë bëheshin prova e dobësisë. Dhe Ismail Qemali, që kishte negociuar me besimin se po ndërtonte një model mbijetese, po kuptonte se ajo mbijetesë kishte kosto që nuk dukej më e pagueshme. Prandaj, kur historianët pyesin pse ai u dobësua kaq shpejt në verën e vitit 1913, përgjigja nuk gjendet vetëm te rivaliteti me Esad Pashën apo presioni I Komisionit Ndërkombëtar. Përgjigja gjendet te momenti kur të gjithë kundërshtarët e tu marrin në dorë kopje të kontratave që ti ke nënshkruar në errësirë. Atëherë nuk je më ai që negociaton. Je ai që shpjegohet. Dhe kur fuqia të kalon në pozicionin e shpjegimit, ajo tashmë nuk është fuqi. A mund ta kishte shmangur këtë rrjedhje? Ndoshta po. Po të kishte pasur rreth vete një administratë më të fortë, më të strukturuar, me njerëz që nuk mbanin vetëm besnikëri ndaj tij, por ndaj një ideje më të madhe se vetë ai. Por ajo administratë nuk ekzistonte. Ai kishte në dorë njerëz të lodhur, të ndarë nga interesat lokale, të friksuar nga pasiguria ekonomike dhe të spionuar nga agjentë të huaj që vinin me buzëqeshje. Në një strukturë të tillë, rrjedhja e dokumenteve nuk ishte çudi. Ishte pasojë natyrore e një sistemi që mbahej bashkë me përkohësi besim, jo me institucione. Dhe kjo është një mësim historik që shkon përtej Shqipërisë së vitit 1913. Çdo shtet që ndërtohet mbi premtime sekrete dhe marrëveshje informale është I destinuar të shpërbëhet në momentin që sekreti shpërthen. Sepse sekreti nuk është forcë. Është vetëm shtyrje e dobësisë derisa dikush guxon ta tregojë. Dhe tani, pyetja që duhet bërë nuk është më vetëm historike. Ajo është morale. A kishte të drejtë Ismail Qemali të nënshkruante ato marrëveshje në fshehtësi, duke menduar se po shpëtonte shtetin? Apo ai duhej ta kishte thënë me zë të lartë që Shqipëria nuk mund të qëndrojë vetëm, dhe se pavarësia formale do të thoshte varësi reale? Ndoshta ai mendonte se po bënte atë që duhej. Ndoshta ai dinte që e vërteta do ta kishte shkatëruar shtetin më shpejt se rrjedhja e dokumenteve. Por ajo që ndodhi në fund tregon se sekreti nuk e shpëtoi. Vetëm e shtyu humbjen pak më vonë. Dhe kur erdhi ajo humbje, erdhi me një dhimbje më të madhe, sepse njerëzit kuptuan se u ishin gënjur jo për dobësinë e qeverisë, por për çmimin që qeveria kishte pranuar të paguante për të mbetur në këmbë. Kështu mbyllet historia e dokumenteve të vjedhura.
Jo me skandal të madh, por me dobësim gradual. Jo me një goditje të vetme, por me mira brisje të vogla që e gërryjnë nga brenda besimin, legitimitetin dhe mundësinë që Shqipëria të qëndrojë e pavarur vërtet. Dhe Ismail Qemali, i cili kishte menduar se po negocionte për të ardhmen, kuptoi se kishte shpenzuar tashmë edhe të tashmen. Tani i mbetej vetëm e kaluara. Dhe historia, siç e dim, nuk është e mëshirshme me ata që mbeten vetëm me të kaluarën. Në gusht të vitit 1913, kur vera po digjet mbi Vlorë dhe poshtë dritareve të godinës qeveritare, rinja e vogël e qytetit ende besonte se flamuri i ngritur 10 muaj më parë do të mbetej gjithmonë aty. Brenda atyre mureve po ndodhte diçka që nuk mund të fshihej më as me retorik, as me optimizëm protokollar. Ismail Qemali nuk dukej më si burri i dhjetorit. Ai nuk ecte më me qetësinë e një diplomati të stërvitur në perandorinë osmane. Ai ecte si dikush që mban një peshë që e shtyn poshtë çdo ditë pak më shumë. Fytyra e tij, sipas kujtimeve të një gazetari italian që vizitoi Vlorën atë verë, ishte e vyshkur, jo nga dielli, por nga brenda. Ai shkruan, ai më kujtoi një njeri që nuk ka fjetur mirë prej shumë kohësh. Jo sepse nuk do, por sepse nuk guxon. Sikur të dinte se çdo natë që kalon e afron drejt një mëngjesi që nuk do të sjellë lajm të mirë. Ky ishte Ismail Qemali i gushtit 1913, një themelues që po bëhej viktime asaj që kishte themeluar. Por çfarë po i ndodhte trupit të tij nuk ishte vetëm lodhje fizike. Ishte diçka më e thellë. Ishte mënyra se si trupi përkthehet kur mendja nuk pushon kurrë. Ai kishte filluar të lëshonte momente në biseda. Të ngatëronte emra. Të ndalej në mes të një fjalie sikur po kërkonte të kujtonte se çfarë kishte dashur të thoshte. Njerëzit përreth tij nuk e komentuan për kohë. Po e shihnin. Dhe kur ata fillojnë ta shohin, por të mos flasin, kjo është shenja më e keqe për një udhëheqës. Sepse heshtja e atyre që të rrethojnë nuk vjen nga respekti. Vjen nga pritja. Pritja që diçka të ndodhë. Që humbja të plotësohet. Që fundi, që tashmë ndjehet në ajër, të bëhet formë dhe datë. Ka një përshkrim që i përket kujdesit familjar dhe që rrallë hyn në kronologjitë zyrtare, por që është thelbësore për të kuptuar se çfarë po i ndodhte njeriut që kishte ngritur flamurin. Gruaja e tij, që kishte mbetur larg Vlorës gjatë shumicës së muajve, erdhi për një periudhë të shkurtër në fillim të gushtit. Ajo u trondit nga ajo që pa. Sipas një letre që i shkroi një kushërire në Stamboll dhe që më vonë u publikua në vitet 90, ajo shkruan, nuk e njoh më njeriun që njohja. Ai duket 20 vjet më plak. Fle me vështirësi. Ha pak. Dhe çdo herë që dikush troket në derë, ai ngrihet sikur pret lajmin e fundit. Unë i thash se duhej të pushonte. Ai më buzëqeshi dhe tha, si mund të pushoj kur gjithçka rreth meje po rrëzohet. Kjo është dëshmia më njerëzore që kemi për atë verë. Kjo është fjalia që tregon se Ismail Qemali e kishte kuptuar tashmë fatin e tij. Ai nuk po luftonte më për të fituar. Ai po luftonte vetëm për të shtyrë humbjen. Dhe kjo është forma më e rëndë e luftës, sepse nuk lë as shpresë, as hapësirë për dashuri vetjake. Lë vetëm detyrën e lodhshme për të qenë atje derisa të mos të duash më. Në të njëjtën kohë, trupi i tij po përjetonte diçka që në terminologjinë mjekësore të kohës quhej rënje nervore, por që në realitet ishte më tepër se kaq. Ishte pasojë e viteve nën presion. Ai kishte negociuar me perandorinë osmane kur ishte i ri, kishte përjetuar rënjet dhe ngritjet e politikës ballkanike, kishte shpallur pavarësinë në një dhomë të mbushur me vështrime që nuk i besonin. Kishte nënshkruar marrëveshje që e mbanin me kokë jashtë ujit dhe kishte kuptuar se asnjëra prej atyre marrëveshjeve nuk do ta shpëtonte kurrë vërtet. Kjo është barë që nuk e mban vetëm mendja. E mban gjaku, zemra, gjumi dhe kocka. Dhe kur kocka fillojnë të lodhen, fytyra nuk gënjen më. Atëherë edhe njerëzit që duan të besojnë te ti fillojnë të dyshojnë. Ka edhe një dëshmi tjetër, më pak të njohur, që vjen nga një mjek italian që u thirr në Vlorë për të trajtuar një nga ministrat e plagosur në një përleshje në një fshat. Ai qëndroi disa ditë në qytet dhe u ftua në një darkë në ndërtesën qeveritare. Në shënimet e tij private, të gjetura në arkivat e Universitetit të Firences, ai shkruan, kryeministri nuk hëngri pothuajse asgjë. Piu verë në sasi të vogël dhe foli pak. Dukej sikur po ndiqte bisedat nga larg, sikur nuk ishte krejtësisht i pranishëm. Në fund të darkës, ai u ngrit dhe doli pa u përshëndetur. Njëri prej ministrave më tha më vonë,
ai është njeri i shkatëruar. Po e shohim çdo ditë. Por çfarë mund të bëjmë? Nëse tërhiqet, gjithçka bie. Ky është momenti kur ajo që dikur ishte pushtet po bëhej barë mbajtjeje. Ismail Qemali nuk qeveriste më. Ai vetëm simbolizonte vazhdimsinë e diçkaje që të gjithë e dinin se po mbaronte. Por çfarë e kishte sjell në këtë gjendje? Është e lehtë të thuhet se ishte presioni politik. Por presioni politik nuk të gre si njeri nëse ti nuk e mban atë brenda vetes. Ai e kishte mbajtur brenda. Ai nuk kishte ndërmjet të besimit dhe kompromisit që ai po bënte. Ai kishte jetuar me ndërgjegjen se po negocionte me interesat e të tjerëve, ndërsa populli i tij besonte se po negocionte për ta. Ai kishte nënshkruar dokumente që në publik dukeshin si ndihmë, por që privatisht ishin kushte robëruese. Dhe ai kishte bërë gjithë këtë duke menduar se nuk kishte rrugë tjetër. Por kur një njeri bën gjithë jetën e tij zgjedhje që e din se historia do t'i gjykojë ashpër, ai nuk shpëton dot nga vetë gjykimi. Dhe vetë gjykimi, ndryshe nga gjykimi publik, nuk mund të shtyhet. Ai të zë në heshtje, në shtrat, në pamundësinë për të fjetur, në mënyrën se si e shikon pasqyrën pa e njohur më njeriun që sheh. Në shtator, gjendja e tij u përkeqësua. Në një takim me përfaqësuesin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Ismail Qemali u ngatërua në datat dhe në detajet e një marrëveshjeje që po diskutohej. Përfaqësuesi, në një raport që e dërgoi më vonë në Londër, shkroi: "Kryeministri nuk duket më në gjendje të përcjellë biseda komplekse. Ai përsërit veten, harron detaje të rëndësishme dhe shfaq shenja ankthi. Mendoj se koha e tij në krye të qeverisë po arrin në fund, jo për arsye politike, por për arsye shëndetësore." Ky raport është dokument i ftohtë, i shkruar me ton administrativ. Por përmbajtja e tij është e pamëshirshme. Ai po thotë se njeriu që themeloi shtetin shqiptar nuk është më në gjendje të menaxhojë atë shtet. Dhe kjo nuk ishte vetëm vlerësim politik. Ishte konstatim mjekësor. Ismail Qemali ishte duke u thyer jo nga humbja e pushtetit, por nga pesha e saj të mbajturit. Nga kjo pikë, çdo takim bëhej më i rëndë. Çdo vendim kërkonte më shumë energji. Çdo letër që duhej firmosur ngjante si një konfirmim tjetër se ai nuk kishte më kontrollin. Dhe kur njeriu në pushtet e humb kontrollin mbi veten, ai e ka humbur tashmë edhe kontrollin mbi të tjerët. Kjo është arsyeja pse njerëzit përreth tij filluan të lëviznin më shpejt. Jo kundër tij. Thjesht përtej tij. Ata po planifikonin për një kohë kur ai nuk do të ishte më atje. Dhe ky është një nga momentet më të hidhura që një udhëheqës mund të përjetojë, të jetë ende në zyrë, por të di se të gjithë po flasin për atë që vjen pas teje. Nëse dikush do të kërkonte një imazh që përmblidh verën e vitit 1913 për Ismail Qemalin, ai nuk do të ishte imazhi i një burri duke luftuar. Do të ishte imazhi i një burri duke pritur. Duke pritur që gjërat të përfundojnë. Duke pritur që trupi të japë sinjale më të qarta se mendja nuk duron më. Duke pritur që historia ta largojë pa e detyruar të largohet vetë. Kjo është forma më e ngadalshme e fundit dhe ndoshta më e dhimbshme. Sepse fundi i shpejt të jep mundësinë të mbetesh në kujtesë me dinjitet. Fundi i ngadalshëm të tregon para të gjithëve se si po shkatërohesh pjesë pas pjese. Dhe kjo është tragjedia e një njeriu që e dinte se po shkatërohej, por që nuk mund të ndalonte procesin, sepse procesi nuk ishte më në duart e tij. Kur historia flet për shëndetin e udhëheqësve, zakonisht flet me shifra, me data, me emrat e sëmundjeve. Por çfarë ndodh me një njeri që mbetet zgjuar natën duke dëgjuar hapat jashtë derës, duke pyetur veten nëse ata hapa vijnë të sjellin lajm apo të marrin pushtetin? Çfarë ndodh me një njeri që shikon detin nga dritarja dhe e di se pas atij deti, në Vjenë dhe në Milano, njerëz që ai nuk i njeh po marrin vendime për të ardhmen e vendit të tij? Çfarë ndodh me një njeri që e di se letrat që nënshkroi nuk do ta shpëtojnë asnjëherë, por që nuk mund t'i mohoj sepse t'i mohosh do të thoshte të pranosh gabimin para popullit të tyre? Këto janë pyetje që medicinë nuk i përgjigjet. Por psikologjia e pushtetit po. Dhe përgjigjja është e thjeshtë dhe e frikshme njëkohësisht, trupi e paguan atë që mendja e mohon. Dhe kur mohohen shumë për shumë kohë, trupi fillon të jap dorëheqjen që mendja ende nuk guxon ta shqiptojë. Pra, kur lexojmë për dorëheqjen e Ismail Qemalit në janar të vitit 1914, ne nuk duhet ta lexojmë si një çast politik. Duhet ta lexojmë si përfundimin e një procesi biologjik. Ai dha dorëheqjen jo vetëm sepse e detyruan.
Ai dha dorëheqjen edhe sepse trupi I tij nuk mundi të mbajë më. Dhe ndoshta kjo është forma më e ndershme e daljes nga pushteti, kur njeriu kupton se jeta e tij vlen më shumë se pozicioni I tij. Por ai e kuptoi këtë tepër vonë. Ai e kuptoi pasi trupi tani kishte dhënë sinjalet e fundit. Dhe në këtë sens, ai nuk la pushtetin. Pushteti e la atë. Dhe historia e regjistron si rrëzim politik, ndërsa në realitet ishte diçka më e thellë, ishte shkatërimi I një trupi që mbajti për gjysmë viti një peshë që asnjë trup njerëzor nuk mund ta mbajë përgjithmonë. Në dhjetorin e vitit 1913, kur Shqipëria festonte një vit nga shpallja e pavarësisë, në Londër po mblidheshin dokumenta që askush nuk do t'i shihte publikisht për dekada me radhë. Këto dokumente nuk flisnin për flamuj, për besim kombëtar, apo për sakrificat e atyre që kishin qenë në Vlorë. Ato flisnin për diçka shumë më të ftohtë dhe më të prerë, për paratë. Për atë se kush I kishte dhënë, kur, me çfarë kushtesh dhe çfarë pritej të merrte në këmbim. Dhe në fund të atyre dokumentave, në një listë që u mbajt konfidenciale derisa arkivat u zbuluan në vitet 80, shkruhej një emër që dukej më shpesh se çdo tjetër. Nuk ishte emri I një politikani. Nuk ishte emri I një ministri. Ishte emri I një biznesmeni me lidhje të thella në sistemin financiar austro-hungarez dhe italian. Ky njeri, që në publik nuk kishte asnjë rol zyrtar në krijimin e Shqipërisë, ishte I pranishëm në çdo fazë të negociatave financiare që u bën midis qeverisë së Vlorës dhe bankave të huaja. Emri I tij paraqitet në dërgesa, në letra krediti, në kontrata koncesioni. Dhe në një dokument të shkruar dorazi nga vet Leopold Berchtold, ish ministri I jashtëm austro-hungarez, shkruhet: pa këtë njeri, ne nuk do të kishim mundur ta mbajmë Shqipërinë nën kontroll. Ai është hur midis bankave tona dhe atyre që pretendon të qeverisin në Vlorë. Me fjalë të tjera, ky ishte njeriu që e kishte bërë të mundur shtetin shqiptar në formën që u krijua. Jo me ideale, por me para. Para që kishin kushte. Para që do të ktheheshin në kontrolle. Para që do të përmblidheshin në listën e asaj që Shqipëria nuk do ta zotëronte më për dekada. Por kush ishte ky njeri? Në dokumentet publike emri I tij shfaqet vetëm si ndërmjetës financiar. Por në korrespondencat private midis bankave dhe qeverisë austro-hungareze, ai përshkruhet si drejtori I heshtur. Drejtori I operacionit që duhej të mbante gjallë Shqipërinë, jo për shqiptarët, por për interesat e perandorisë dhe të Italisë. Dhe këtu hyn pyetja më e errët: a e dinin shqiptarët për ekzistencën e këtij njeriu? A e dinte Ismail Qemali se dikush tjetër po menaxhonte në heshtje kontabilitetin që e mbante atë në pushtet? Dokumentet tregojnë se po, e dinte. Në një letër që Ismail Qemali ja dërgoi ministrit të brendshëm në qershor të vitit 1913, ai shkruan: për çdo shpenzim që bëjmë, duhet të marrësh më parë aprovimin e përfaqësuesit të bankave. Pa atë aprovim, asgjë nuk lëviz. Kjo do të thotë se qeveria shqiptare nuk vendoste më as për shpenzimet e saj. Ajo kërkonte leje. Nga dikush që as nuk fliste shqiv. Nga dikush që nuk kishte asnjë detyrë zyrtare në Shqipëri. Por që kishte pushtetin më të vërtet, kontrollin mbi paratë. Ky model qeverisje, që sot do ta quanim protektorat ekonomik, krijoi një situatë absurde. Në pamje të jashtme, Shqipëria ishte shtet sovran. Në realitet, çdo vendim që kërkonte para kalonte në përduart e një njeriu që raportonte jo në Vlorë, por në Vjenë dhe në Milano. Kjo strukturë e dyfish qeverisje krijoi edhe një kulturë të re në vetë qeverinë shqiptare, kulturën e varësisë. Ministrat nuk pyesnin më nëse një projekt ishte I dobishëm për vendin. Ata pyesnin nëse do të aprovohej nga përfaqësuesi I bankave. Nuk pyesnin nëse ishin në gjendje ta bënin. Ata pyesnin nëse u lejohej ta bënin. Kjo nuk është thjesht pasojë administrative. Kjo është shkatërim I dinjitetit qeverisës. Sepse kur një qeveri fillon të kërkojë leje për gjërat më elementare, ajo nuk është më qeveri. Ajo është agjenci ekzekutive e dikujt tjetër. Dhe kush ishte ai dikush tjetër? Kush ishte njeriu që përfitoi më shumë nga kjo situatë? Dokumentet që u zbuluan në fund të shekullit të kaluar nxjerrin në pah një rrjet kompleks interesash, por në qendër të atij rrjeti qëndron një bankë, Banca Commerciale Italiana. Kjo bankë nuk ishte thjesht një institucion financiar. Ishte një mjet I politikës së jashtme italiane. Ajo kishte investuar shumë në Shqipëri, jo për fitim të shpejtë, por për kontroll të gjallë.
Dhe fituesi kryesor i asaj marrëveshjeje nuk ishte vetëm banka, por shteti italian. Sepse nëse Italia kontrollonte ekonominë e Shqipërisë, ajo kontrollonte edhe sigurinë e saj, rrugët e saj, portet e saj. Dhe nëse kontrollonte portet, ajo kishte hyrje direkte në Adriatik. Kjo ishte loja. Dhe Shqipëria nuk ishte lojtar. Ishte tabela ku luante. Në tetor të vitit 1913, kur muret e Vlorës mbanin ende gjurmët e festës së dhjetorit, por ajri tashmë kishte erë tjetër, erë ankthi dhe pritjeje. Në një dhomë të vogël në katin e dytë të godinës qeveritare ndodhi diçka që historianët e quajnë momenti kur çdo gjë u bë e qartë. Nuk ishte një takim zyrtar. Nuk ishte konferencë shtypi. Ishte thjesht një bisedë midis tre njerëzve, Ismail Qemali, një nga ministrat e tij më besnik dhe një përfaqësues i Bankës Kombëtare që sapo ishte krijuar. Sipas dëshmisë që ministri ja besoi më vonë një studiuesi francez, ajo bisedë zgjati më pak se 20 minuta, por mjaftuan për të kuptuar se gjithçka kishte mbaruar. Përfaqësuesi i bankës kishte sjell një listë kërkesash. Jo sugjerime. Jo propozime. Kërkesa. Dhe kërkesa e parë ishte kjo: qeveria shqiptare duhet të japë dorëheqjen nga kontrolli mbi çdo vendim që lidhet me taksimi, doganat dhe shpenzimet publike. Me fjalë të tjera, qeveria mund të mbetej në ndërtesë, por duhet të largohej nga puna që e bën një qeveri. Ismail Qemali dëgjoi në heshtje. Pastaj pyeti: dhe nëse refuzojmë? Përfaqësuesi i bankës buzëqeshi me atë lloj buzëqeshjeje që nuk fsheh asgjë. Dhe tha: atëherë transfertat nga Trieste ndalen javën e ardhshme. Dhe ju e dini se çfarë do të thotë kjo. Ministri që ishte atje shkruan se Ismail Qemali nuk u përgjigj. Vetëm shikoi nga dritarja dhe qëndroi kështu për disa sekonda që dukeshin si orë. Pastaj tha, pa u kthyer: unë besova se po shpëtonim diçka. Por ne vetëm po shtynim fundin. Kjo ishte kuptimi më i plotë që ai dha ndonjëherë për atë që kishte bërë. Ajo që ndodhi në atë dhomë nuk ishte thjesht një moment politik. Ishte çasti kur një njeri kuptoi se lufta që kishte bërë kishte qenë e humbur që në fillim. Jo sepse ai nuk ishte i aftë, por sepse forca që kishte përdorur nuk ishte e tija. Ishte e huazuar. Dhe çdo gjë e huazuar kthehet një ditë me faturë. Ajo faturë tani po paraqitej. Dhe çmimi nuk ishte thjesht paratë. Ishte sovraniteti. Ishte mundësia që Shqipëria të ishte diçka më shumë se një emër mbi hartë. Dhe Ismail Qemali, njeriu që kishte ngritur flamurin, po e shite atë flamur duke u kthyer në dekor mbi një ndërtesë që i përkiste të tjerëve. Por çfarë kishte çuar deri këtu? Çfarë kishte bërë që një marrëveshje financiare, që në fillim dukej si mjet mbijetese, të kthehej në mjet robërimi? Përgjigjja gjendet në natyrën e vetë marrëveshjes. Kur nënshkruan me dikë që ka më shumë para, më shumë pushtet dhe më shumë alternativa se ti nuk nënshkruan kontratë. Ti nënshkruan dorëzim me afat. Dhe afati kishte arritur. Ajo që në janar të vitit 1913 dukej si ndihmë, në tetor të njëjtit vit dukej tashmë si zinxhir. Dhe çdo përpjekje për ta hequr atë zinxhir do të thoshte të pranoje se nuk mund të qëndrosh në këmbë pa të. Kjo është kurtha më e vjetër e varësisë, ajo nuk të zë me forcë. Ajo të zë me nevojë. Në javët që pasuan atë takim, Ismail Qemali u përpoq të gjejë rrugë tjetër. Ai shkroi letra drejt Britanisë së Madhe, drejt Francës, madje edhe drejt Rusisë. Ai kërkoi ndihmë, kërkoi vëmendje, kërkoi të paktën një shenjë se dikush tjetër ishte i interesuar ta mbante Shqipërinë në këmbë pa kushtet që po i vinin nga Viena dhe Milano. Por asnjë prej tyre nuk ju përgjigj me ofertë konkrete. Britania ju përgjigj me një letër diplomatike që thoshte se çështja shqiptare duhet zgjidhur brenda kuadrit të vendosur nga konferenca e Londrës. Franca ju përgjigj duke thënë se nuk mund të ndërhyjë në çështje që lidhen me sferën e ndikimit të Austro-Hungarisë. Rusia nuk ju përgjigj fare. Kështu që Ismail Qemali kuptoi diçka që ndoshta duhej ta kishte kuptuar më herët: në lojën e madhe të fuqive, Shqipëria nuk ishte partner. Ishte thjesht një terren që ishte ndarë tashmë. Dhe asnjë fuqi nuk donte ta ndante përsëri, sepse ndarja e re do të thoshte konflikt. Dhe konflikti, në atë kohë, do të thoshte luftë. Pra, Shqipëria u sakrifikua jo për dobësinë e saj, por për paqen e të tjerëve. Dhe kjo është pjesa më e hidhur e kësaj historie. Shqipëria nuk u shkatërrua nga armiqtë e saj. U shkatërrua nga ata që e ndihmuan.
Sepse ndihma që erdhi kishte kushte që e bën atë vend të varur prej fillimit. Dhe varësia, sapo të instalohet, nuk shkon më. Ajo thellohet. Ajo bëhet normalitet. Ajo bëhet kulture. Dhe një ditë, kur njerëzit kërkojnë të kujtojnë se si filloi gjithçka, ata nuk gjejnë dot momentin e saktë. Sepse nuk ka një moment të vetëm. Ka mira momente të vogla ku u tha po, kur duhej thënë jo. Ku u firmua, kur duhej hequr dora. Ku u besua, kur duhej dyshuar. Dhe në fund, kur mbledhen të gjitha ato momente, ato formojnë një rrugë që shkon vetëm në një drejtim, poshtë. Në nëntor, gjendja u përkeqësua edhe më shumë. Esad Pash Toptani, i cili tashmë kontrollonte Durrësin dhe kishte mbështetjen e Serbisë, u shpall hapur rival i Ismail Qemalit. Ai nuk e kërkoi bashkëpunimin. Ai e kërkoi zëvendësimin. Dhe kishte mjetet për ta bërë këtë. Serbia po i dërgonte armë, para dhe njerëz. Franca, që kishte interes të mbante një ekuilibër midis Austro-Hungarisë dhe Rusisë, nuk e kundërshtoi këtë lëvizje. Italia, e cila në fillim kishte mbështetur Ismail Qemalin, filloi të llogariste nëse Esad Pasha mund të ishte më i dobishëm për interesat e saj. Kjo është mënyra se si pushteti lëviz kur nuk ke forcë, të tjerët vendosin për ty dhe Ismail Qemali, që kishte menduar se po negocionte me të gjithë, kuptoi se në realitet ai nuk negocionte me askën. Ai thjesht pritej të largohej kur të vinte koha. Në një letër që ai ia shkroi një miku të vjetër në Stamboll në dhjetor të vitit 1913, ai shkruan: "Unë e di se çfarë do të thotë historia për mua. Do të thotë se unë shita atë dheun. Por ata që do të më gjykojnë nuk do të dinë se çfarë zgjedhjesh kisha. Ata nuk do të dinë se çdo ditë që fitova ishte ditë e marrë me borxh. Dhe borxhi, siç e dim, nuk falet kurrë." Kjo është një nga fjalitë më të dhimbshme që Ismail Qemali la pas. Sepse ajo tregon se ai e dinte tashmë se si do të kujtohej. Dhe ai e dinte se nuk kishte si ta ndryshonte atë kujtesë. Sepse kujtesa nuk ndërtohet nga ata që jetojnë ngjarjen. Ndërtohet nga ata që e lexojnë atë më vonë, pa ndier peshën që njeriu e mban kur merr vendimin. Por pyetja që duhet bërë nuk është vetëm për Ismail Qemalin. Pyetja është për ne që e lexojmë historinë e tij sot. A do të kishim vepruar ndryshe? A do të kishim thënë jo, kur ai tha po? A do të kishim pritur shpërbërjen e menjëhershme të shtetit, në vend që të pranonim ndihmën me kushte? Dhe nëse do të kishim vepruar ndryshe, a do të kishim ende një shtet për të cilin të flisnim sot? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Dhe pikërisht për këtë arsye ato duhet bërë. Sepse historia nuk është vetëm për të kuptuar të kaluarën. Është për të mësuar si të mos përsërisim gabimet e saj në të ardhmen. Në janar të vitit 1914, kur dimri e kishte ngurtësuar tokën e Vlorës dhe detin që dikur i dukej Ismail Qemalit si port shpëtimi tani dukej si rrethim i ftohtë, në ndërtesën qeveritare hyri një përfaqësues i Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Ai nuk erdhi me paralajmërim. Nuk erdhi me ftesë. Erdhi me urdhër. Dhe urdhri ishte i qartë dhe i pashmangshëm: Ismail Qemali duhet të japë dorëheqjen brenda 3 ditësh. Arsyeja zyrtare, sipas dokumentit që mbante me vete, ishte se nevojitet një drejtim i ri për të garantuar stabilitetin dhe për të përgatitur ardhjen e princit të zgjedhur nga fuqitë e mëdha. Por arsyeja reale, që të gjithë e dinin por askush nuk e thoshte me zë të lartë, ishte se Ismail Qemali kishte bërë atë që pritej prej tij, kishte mbajtur flamurin të ngritur derisa strukturat e vërteta të pushtetit të instaloheshin. Dhe tani, kur ato struktura ishin gati, prania e tij nuk ishte më e nevojshme. Ishte madje e papërshtatshme. Sepse ai ishte shenja e gjallë e një kohe kur ende flitej për pavarësi si për diçka reale. Dhe koha e re nuk kishte nevojë për atë lloj iluzionesh. Ismail Qemali nuk u kundërshtua. Sipas dëshmive të atyre që ishin pranë tij ato ditë, ai dukej sikur e kishte pritur këtë moment prej kohësh. Ai nuk u habi. Nuk u zemërua. Nuk kërkoi kohë. Thjesht pyeti: kur të largohem? Dhe kur ju tha se duhet të ishte brenda 3 ditësh, ai tha: do të jem gati nesër. Kjo nuk ishte dorëzim. Ishte lehtësim. Lehtësimi i njeriut që di se e ka mbajtur diçka shumë më gjatë se sa duhej dhe që tani, në fund, mund ta lërë. Por çfarë po linte? Ai nuk po linte vetëm një pozicion. Ai po linte një ëndër që kishte mbajtur gjallë për një vit të tërë kundër çdo prove që ajo ëndër nuk mund të realizohej.
Ai po linte shpresën se Shqipëria mund të ishte diçka më shumë se një teren loje. Dhe kjo humbje, më e rëndë se çdo pushtet, ishte ajo që e bëri atë njeri të duket 10 vjet më plak kur doli nga ajo dhomë. Në ditën e fundit para largimit, Ismail Qemali thiri ministrat e tij për një takim të shkurtër. Nuk ishte ceremoni. Nuk ishte fjalim lamtumire. Ishte vetëm një moment për t'u thënë atyre që ishin me të se çfarë priste përpara. Sipas njërit prej tyre, Ismail Qemali foli me zë të ulët, por pa dridhje. Ai tha: "Ju e dini se çfarë bëm. Ju e dini se çfarë nuk mundëm të bëjmë. Unë nuk ju kërkoj që të më mbrojeni kur historia të filloj të gjykoj. Por ju kërkoj që të mos e harroni se ne bëm atë që menduan se ishte e vetmja mënyrë për të mbajtur shtetin gjallë. Nëse ishte e gabuar, atëherë gabimet tona janë pjesë e themeleve të këtij vendi. Dhe nëse një ditë ai vend qëndron në këmbë, do të jetë edhe për shkak të gabimeve që ne bëm sot." Këto fjalë nuk janë optimiste. Ato nuk janë as mbrojtëse. Ato janë diçka më e rrallë, ato janë të sinqerta. Ismail Qemali nuk po kërkonte falje. Ai po thoshte se çdo fillim ka mëkate. Dhe mëkati i fillimit të Shqipërisë ishte se u lind me borxhe që nuk mund t'i paguante dhe me premtime që nuk mund t'i mbante. Në mëngjesin e largimit, Ismail Qemali u ngrit herët. Sipas një shërbëtori që ishte atje, ai veshi rrobat e tij më të thjeshta, pa dekorata, pa shenja të pushtetit. Ai nuk donte të largohej si kryeministër. Ai donte të largohej si njeri që kishte përfunduar një detyrë dhe që tani po kthehej në atë që kishte qenë më parë, një diplomat i lodhur, pa vend të qartë për t'u kthyer. Ai nuk e la Vlorën me anije madhështore. E la me një vark të vogël që e çoi drejt Italisë. Dhe kur varka u largua nga brigjet, disa njerëz që ishin mbledhur aty për ta parë filluan të qahen. Jo për të, por për atë që ai simbolizonte. Sepse me largimin e tij, largohej edhe shpresa e fundit se Shqipëria mund të drejtohej nga shqiptarët. Tani do të drejtohej nga Komisioni Ndërkombëtar. Tani do të drejtohej nga një princ i zgjedhur nga të tjerët. Tani do të drejtohej nga çdo gjë përveç vullnetit të popullit që jetonte atje. Por cili ishte çmimi që pagoi vet Ismail Qemali? Ai jetoi edhe 5 vjet pas largimit nga Vlora. 5 vjet që i kaloi mes Italisë dhe Stambollit, pa rol zyrtar, pa thirrje për t'u kthyer, pa asnjë shenjë se puna e tij njihej nga ata që kishin ardhur pas tij. Ai shkroi letra, mbajti shënime, u përpoq të tregoj versionin e tij të historisë. Por në jetën e tij, askush nuk dëgjoi vërtet. Sepse historia nuk dëgjon ata që humbasin. Ajo i dëgjon vetëm kur vdesin dhe kur nuk mund të mbrohen më. Dhe kur Ismail Qemali vdiq në Perugia në vitin 1919, shumë u pyetën nëse vdekja e tij ishte natyrale. Kishte thashë theme për helm, për operacion të fshehtë, për heshje të organizuar. Nuk ka prova të forta. Por fakti që ato thashë theme ekzistojnë tregon diçka të rëndësishme, se njerëzit besonin se ai dinte diçka që të tjerët nuk donin të dilte. Dhe kjo është tragjedia e fundit e tij, edhe pas vdekjes, ai mbeti i dyshuar se ishte rrezik. Rrezik për ata që donin të kontrollonin historinë e asaj që ndodhi në Vlorë. Dhe kështu, njeriu që kishte ngritur flamurin e parë shqiptar u varros larg atdheut, në një vend që nuk e njihte dhe që nuk e kujtonte. Vari i tij mbeti i pa identifikuar për dekada. Asnjë qeveri shqiptare nuk kërkoi ta sillte trupin në atdhe. Asnjë ceremoni e madhe nuk u mbajt në kujtimin e tij. Ai u harrua shpejt, sepse kujtimi i tij ishte i pakëndshëm. Ai kujtonte se pavarësia që u festua kishte qenë e paplot, e kushtueshme dhe e përkohshme. Dhe për ata që donin të ndërtonin një mit mbi atë pavarësi, Ismail Qemali ishte jo hero, por pengesë. Sepse heroi duhet të jetë i pastër. Dhe ai nuk ishte. Ai ishte i ndotur nga kompromisi, nga varësia, nga dështimi. Por ndoshta pikërisht kjo e bën atë më njerëzor se çdo hero tjetër. Sepse ai nuk arriti të shpëtojë Shqipërinë. Ai thjesht ja bleu asaj disa muaj kohë. Dhe në historinë e kombeve të vogla, edhe koha e blerë me çmim të lartë është fitore. Sepse pa atë kohë, ndoshta nuk do të kishte fare nga fillimi. Çfarë ndodhi me ata që mbetën pas Ismail Qemalit? Çfarë u bë me ministrat që nënshkruan me të marrëveshjet e fshehta? Çfarë u bë me shtetin që u krijua me aq shumë premtime dhe aq pak fuqi? Përgjigjja nuk është e thjeshtë, por është e qartë. Asnjë prej tyre nuk shpëtoi.
disa u larguan, disa u burgosën, disa u vranë në luftërat që erdhën pas vitit 1914. Por më e rëndësishmja, asnjë prej tyre nuk arriti të ndërtojë diçka që të qëndronte. Sepse themeluesit e shtetit shqiptar e themeluan atë shtet mbi kompromise që e bën atë të paqëndrueshëm që në fillim. Dhe kur fillimi është i paqëndrueshëm, gjithçka që vjen pas tij trashëgon atë paqëndrueshmëri. Familja e Ismail Qemalit mbeti e shpërndar. Disa prej tyre u larguan në Turqi, disa në Egjipt, disa në Evropë. Asnjë prej tyre nuk u kthye në Shqipëri për dekada. Dhe kur u kthyen, e gjetën një vend që nuk i kujtonte më themeluesin e vet, e gjetën një vend që kishte ndërtuar një tjetër version të historisë, ku Ismail Qemali ishte vetëm një emër, jo një njeri. Ku ai ishte vetëm një figurë në një foto, jo një burr me dyshime, me frikëra dhe me vendime të vështira. Kjo është mënyra se si historia e kthen njerëzit në simbole. Dhe në atë proces, ajo i humb njeriun. Por çfarë u bë me ata që fituan? Me bankierët që morën kontrollin mbi doganat? Me diplomatët që imponuan kushtet? Me fuqitë e mëdha që ndan Shqipërinë në zona ndikimi? Ata vazhduan. Ata fituan pasuri, fituan pushtet, fituan ndikimin që kishin kërkuar. Por ata nuk fituan kur respektin e popullit që kishin shfrytëzuar. Sepse populli, edhe kur nuk e di gjithë historinë, e ndjek. Ai e ndjek kur diçka nuk është e drejtë. Ai e ndjek kur pavarësia quhet kështu, por nuk ndjehet kështu. Dhe kjo ndjenjë që lindi në ato vite nuk vdiq kurrë. Ajo vazhdoi të jetojë në mosbesimin ndaj të huajve, në dyshimin ndaj çdo marrëveshjeje financiare, në frikën se çdo ndihmë ka kusht të fshehur. Kjo është trashëgimia më e errët e asaj kohe, jo vetëm varësia ekonomike, por edhe kultura e dyshimit që lindi nga ajo varësi. Dhe çfarë u bë me Shqipërinë? Ajo vazhdoi të ekzistojë, por jo kurrë ashtu siç e kishin ndërruar ata që e themeluan. Ajo u coptua, u pushtua, u ndërtua dhe u shkatërrua disa herë. Ajo kaloi nëpër regjime që e mbyllën, e hapën, e ndryshuan dhe e ridestinuan. Por nëpër të gjitha ato ndryshime, asnjëherë nuk arriti të jetë ajo që Ismail Qemali kishte shpresuar se do të ishte, një shtet që qëndron në këmbët e veta. Jo sepse ai nuk donte, por sepse ai e themeloi mbi këmbë të marra hua. Dhe këmbët e marra hua, një ditë, kthehen për t'u marrë. Kjo është mënyra se si fillon historia e një kombi. Jo me triumf, por me kompromis. Jo me liri, por me shtyrje të robërisë. Sot, më shumë se një shekull pas asaj dite dhjetori kur flamuri u ngrit për herë të parë, pyetja që mbetet është kjo: a mësuam nga gabimet e atyre ditëve? A mësuam se ndihma me kushte nuk është ndihmë, por kontratë? A mësuam se pavarësia nuk jepet, por merret? A mësuam se çdo marrëveshje e fshehtë një ditë del në dritë dhe shkatëron besimin? Dokumentet që po shfaqen tani, më shumë se një shekull më vonë, tregojnë se jo. Ne nuk kemi mësuar. Sepse ne vazhdojmë të nënshkruajmë marrëveshje që nuk i lexojmë plotësisht. Vazhdojmë të pranojmë ndihmë pa pyetur se çfarë do të na kërkohet në këmbim. Vazhdojmë të besojmë se dikush do të na shpëtojë, ndërsa historia na ka treguar qartë se askush nuk shpëton askënd pa interes. Dhe kështu, historia e Ismail Qemalit mbetet e hapur. Jo sepse nuk e dim si përfundoi, por sepse ne po e jetojmë ende. Sepse çdo herë që një qeveri nënshkruan një marrëveshje që nuk e kupton plotësisht, Ismail Qemali nënshkruan përsëri. Çdo herë që një shtet merr një kredi me kushte që nuk i shpjegon popullit, flamuri i dhjetorit ngrihet përsëri. Dhe çdo herë që ne festojmë pavarësinë pa pyetur se sa të pavarur jemi vërtet, ne përsërisim gabimin e atyre që erdhën para nesh. Pra pyetja nuk është se çfarë bëri Ismail Qemali. Pyetja është, çfarë po bëjmë ne? Dhe nëse po bëjmë të njëjtën gjë, atëherë historia nuk ka mësuar asgjë. Dhe nëse historia nuk ka mësuar asgjë, atëherë çmimi i flamurit do të paguhet përsëri. Jo nga të vdekurit, por nga të gjallët. Jo nga themeluesit, por nga ne. Dhe kjo është pyetja që duhet të mbetet e hapur. Jo për të dhënë përgjigje, por për të detyruar të menduarit. Sepse historia nuk është vetëm për t'u lexuar. Ajo është për t'u jetuar me mençuri. Dhe mençuria fillon me pyetjen: apo përsërisim të njëjtat gabime, apo po ndërtojmë diçka të re mbi mësimet e dhimbshme të së shkuarës?